gjitha ketu kjo betuar, ta lidhim besën për shpëtim. Prej lufteve qa I largohet, që është I lidhur tradhëtor. Kush është të burë nuk frigohet, por vdes I një dëshmor. Prej lufteve qa I largohet, që është I lindur tradhëtor. Kush është të burë nuk frigohet, por vdes I një dëshmor. Të nderuar mësimdhënës, të dashur nxënës shumë të respektuar mysafir. Ju faleminderit që na nderuat me praninë tuaj në këtë ditë feste. Sot është ditë feste. Festojmë ditën e shkollës sonë, e cila mban emrin e heroit të kombit, Hysén Rexhepi. Dhe si zakonisht, nxënësit e shkollës sonë, në bashkëpunim me mësimdhënësit, kanë përgatitur një program të pasur me poezi, recitale, lojra skenike, këngë korale e valle popullore shqipe, turke e bosnjake. Për fillim, kam nderin që para josh të ftoj drejtoreshën e shkollës sonë, zonën Lumie Rakaj, që të merr fjalën. I nderuar nën kryetari komunës, zoti Kujtim Gashi, e nderuara familje Rexhepi dhe shumë e dashura Djellza, bija e vetme e heroit Hysén Rexhepi. I nderuar kryetari I organizatës së veteranëve të luftës UÇK-s në Prizren, Isa Berisha, të nderuar përfaqësues të shoqatës së invalidëve të luftës UÇK-s, I nderuar komandant I brigadës
125 zoti Nihat Basha, të nderuar përfaqësues të forcave të sigurisë së Kosovës, i nderuar drejtor i policisë zoti Nexhet Prasori, të nderuar drejtor të drejtorive komunale, të nderuar përfaqësues të drejtorisë komunale të arsimit, të nderuar zyrtar komunal të gjitha institucioneve të Prizrenit, e nderuar drejtoreshe bibliotekës zonja Sagadete Sadikaj, shumë të respektuara media, të nderuar drejtues të shkollave, të nderuar veteran të arsimit, të nderuar anëtar të Këshillit Drejtues dhe Këshillit të Prindërve, shumë të respektuar prindër dhe ju muslimanas. Të dashur nxënës dhe ju të pranishëm që pjesëmarrja juaj kaq masive festën tonë e madhështon. Sërish erdhi marsi lavdisë dhe krenarisë sonë kombëtare, marsi demonstratave e protestave studentore, marsi epopejës së ushtrisë qëllimtare të Kosovës, marsi shumë ngjarjeve historike e pikrisht. Edhe këtë mars kujtojmë për vjetorin e 26 të betejës së lavdishme të Jeshkovës, që heroikisht raport të mos vdekur kur heroi i Kosovës, Hysén Rexhepi. Që shkolla jonë tash e 4 vjet mban emrin e tij me nder dhe krenari. Sot shkolla jonë feston 40 vjetorin e themelimit me shumë angazhim dhe përkushtim, ndaj arsimit dhe brezave të rinj. Në këtë ditë shohim pas dhe kujtojmë çdo hap të zhvillimit të shkollës sonë, që nga dita e parë të themelimit të saj pikrisht nga viti 1985 e deri tek avancimi dhe modernizimi që ka sjellë. Objekti shkollor ku zhvillohet procesi mësimor, punën edukative arsimore, e filloi në vitin 1985 me emrin Shkolla Fillore Ortakoll, ku dhe sot vendi ku gjendet shkolla njihet si Lagja Ortakoll. Në vitin 1992, me vendim të Ministrisë së Arsimit, shkolla merr emrin e ideologut të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit Abdyl Frashëri. Shkollë e cila njihej me numër më të madh të nxënësve dhe mësimdhënësve në tërë Kosovën. Në vitin 2021, Ministria e Arsimit bën ndarjen e shkollës në shkollë fillore dhe në shkollë të mesme të ulët. Pra, ne si shkollë, me krenari mbajmë emrin e komandantit dhe heroit Kosovës, Hysén Rexhepi. Si drejtoreshe e shkollës, kam privilegjin të udhëheq këtë institucion të shenjtë që ka kontribuar dhe vazhdon të kontribuojë në formimin e njerëzve të dijes dhe të së ardhmes. Angazhimi i mësimdhënësve tanë është shembull për të gjithë, pasi ata çdo ditë shkollën e shndrojnë në event të veçantë, ku çdo nxënës mund të rritet dhe të zhvillohet për të arritur ëndrat e tij. Për 40 vjet, kjo shkollë ka pasur nxënës që kanë ndriçuar rrugën e suksesit dhe janë bërë qytetarë të denjtë të shoqërisë. Të gjithë ata që janë larguar nga muret e shkollës sonë, kanë mbajtur me vete dijen dhe vlerat që kanë marrë këto. Ata janë dëshmi e fuqisë së arsimit dhe rëndësisë që ka shkolla për zhvillimin e një shoqërie. Viti 2025 është vit që do të mbahet në mend dhe në kujtesën e secilit, nga se do të bëhet renovimi i tërësishëm i shkollës sonë, një investim më së i duhur nga komuna e Prizrenit. Investimet nuk kanë të ndalur në shkollën tonë, pasi që së shpejti do të bëhet përurimi i një sallë moderne, sallës së edukatës fizike. Investim nga Ministria e Arsimit. Ky vit jubilar na mbush me krenari për arritjet që kemi pasur dhe me përgjegjësi për të ardhmen që po ndërtojmë çdo ditë. Shkolla jonë është kampione fitoreve, nga se nxënësit tanë prinë me suksese në nivel komunal dhe atë shtetëror. Sukseset tona janë një dëshmi se arsimimi i mirë nuk është vetëm një detyrë, por një mundësi për të ndikuar në të ardhmen e shoqërisë. Në këtë ditë feste, shprehim falënderimet tona më të sinqerta
për të gjitha ata që kanë kontribuar dhe kontribuojnë në këtë rrugtim, për mësimdhënësit, nxënësit, prindrit dhe të gjitha ata që kanë qenë dhe janë pjesë e shkollës Hussein Rexhepi. Gëzuar katër drejtorë e shkollës, të vazhdojmë së bashku këtë rrugtim të mrekullueshëm me besimin se çdo ditë mund të bëjmë më shumë dhe më mirë për edukimin dhe të ardhmen e nxënësve tanë. Lavdi e përjetshme qeverisë të Kosovës Hussein Rexhepi dhe të gjithë dëshmorëve të Kosovës. Faleminderit drejtoresh për këtë prezantim të bukur të shkollës sonë. Ndërsa tani të pranishëm, ftojmë në kryetaren e komunës, zotëri Kujtim Gashin, që të merr fjalën. Të nderuar përfaqësues të shoqatave të dalën nga lufta, i nderuar kryetar i organizatës së veteranëve të ushtrisë kombëtare të Kosovës, presidenti zoti Isha Berisha, të nderuar familjarë të dëshmorëve, invalid dhe veteranë të ushtrisë kombëtare të Kosovës, të nderuar pjesëtarë të policisë Kosovës, komandant Muzdet Mansuri, të nderuar përfaqësues të Forcës së Sigurisë Kosovës, pasardhës së ushtrisë kombëtare të Kosovës, ushtria e Kosovës, shumë e nderuar drejtoresh e shkollës, organizimin e së cilës po bëjmë sot në 40 vjetorin e themelimit të kësaj shkolle. Është kënaqësi e veçantë t'ju përgëzoj për gjithë punën, angazhimin dhe përkushtimin që keni bërë vetëm këtë organizim, po dhe në për aktivitetet të vazhdueshme që ka kjo shkollë. Shumë e nderuar dhe shumë e respektuar familja e herojit Hussein Rexhepi, emrin e së cilit e mban shkolla e Ortakollit, ashtu siç e tha drejtoresha, sepse kjo shkollë ka pasur disa herë ndryshime të emrave, por fatmirësisht më në fund e mban emrin e një prej kolazëve të ushtrisë kombëtare të Kosovës, komandantit tonë Hussein Rexhepi. Sot jemi në një datë shumë të veçantë, në një festë të trefisht, sepse fillimisht përkujtojmë një prej betejave më të lartishme të ushtrisë kombëtare të Kosovës, betejën e Shkullës, pastaj festojmë 40 vjetorin e themelimit të shkollës Hussein Rexhepi, dhe po ashtu e nderojmë dëshmorin në ditën kur ai ka fliju jetën, ka dhënë jetën që kjo shkollë jo vetëm ta mbanë emrin e tij, por të jetën ku t'i mundson gjeneratave të reja që të shkollohen e të jetojnë në Kosovën e lirë dhe të pavarur. Jam këtu sot në emër të kryetarit të komunës, zotit Shaqir Totaj, dhe në emër të institucioneve lokale, t'ju përshëndes, t'ju përgëzoj, dhe të drejtoreshin, po edhe mësimdhënësit të shkollës, nxënësit të shkollës, gjeneratat e tëra që kanë kontribu në mbajt gjallë shkollën, jo vetëm të Ortakollit, por gjithë shkollët shqipe në komunën e Prezenit, prandaj drejtoresh përgëzime juve, përgëzime gjithë mësimdhënësve urime 40 vjetori e kjo shkollë të rënoj ashtu sa do të jetojmë të shkollën. Faleminderit nën kryetar. Sot, në mesin tonë, kemi edhe përfaqësuesit e shoqatave të dalura nga lufta. Andaj, në emër të tyre, ftojmë Isa Berishën që të merr fjalën. Të nderuar familjarë të dëshmorëve, të nderuar veteranë, të nderuar invalid, të nderuar Policia e Kosovës, të nderuar Forca e Sigurisë Kosovës, të nderuar të pranishëm, i nderuar komandant i brigadës 125 zoti Nahat Pasha, të nderuar nxënës, mësimdhënës, drejtoria e arsimit, e nderuar drejtoresh. Kam privilegjin që sot në emër të shoqatave të dora të luftës dhe në emër të organizatës t'ju përgëzoj për këtë element, për këtë organizim që e voni për të shënuar këtë ditë të rëndësishme të kombit
Kosovës, duke ditur që kjo ditë 11 marsi koincidon me shumë ngjarje që kanë ndodhur në Kosovë, po një të kohë ka ndodhur një ngjarje e rëndësishme në rajonin tonë, në komunën e Prizrenit, në shkovën e heroike, në shkovën e betejave të lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ku me 11 mars komandanti i njësisë speciale, komandanti Hysén Rexhepi, në krye me njësinë në kuadër brigadës 125, vjen për të riorganizuar brigadën 125 në rajonin e Vrinit. Kështu që pas një betejë titanike, duke luftuar dhëm me armikun, bie në altarin e Lerisë 21 dëshmor, ku sot e saj dite 11 dëshmor ende nuk qindën eshat e tyre. Kështu që të ndashur mosinëdhënës, nxënës, duhet të jeni të privilegjuar, pasi që gjithë shkollat e komunës së Prizrenit kanë zili të marrin këtë temë të madh, këtij kolosi të madh, çështës kombëtare, i cili pa rreshtur nuk u nal, duke luftuar, punuar dhe më në fund duke fijuar jetën për lirinë e Kosovës së nesër të gëzëm, është edhe përgjegjësi, pasi që nxënësit, drejtoresha, kur e marrin këtë temë të madh, këtij kolosi çështës kombëtare, duhet të afirmojnë sa më mirë, jo veç në Kosovë, po dhe në përkvizet e ndryshme cilët marrin pjesë. Kështu që drejtoresha gëzofshit këtë ditë të lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe njerit ditën e shkollës. Lavdia për jetës me dëshmorën tuaj, lavdi që dëshmorën. Faleminderit zotri Berisha. Shkolla jonë sot feston 4 vjetorin e emërtimit të saj me emrin e herojit të dëshmorit Hysén Rexhepi. Andaj, në emër të familjes e herojit, ftojmë që të merr fjalën vajza e dëshmorit të kombit Hysén Rexhepi. Përshëndetje të nderuar praneshëm. Sot jemi mbledhur këtu për të festuar një nga ditët më të rëndësishme për shkollën tonë, 40 vjetorin e themelimit të saj, si dhe 4 vite që kjo shkollë mban me krenari emrin e komandantit të njësisë speciale Hysén Rexhepi. Shkolla është vendi ku ndërtojmë të ardhmen tonë. Është hapësira ku mësojmë jo vetëm dije, por dhe vlera si respekti, bashkëpunimi dhe përkushtimi. Një falënderim i veçantë shkon për mësuesit tanë, të cilët me përkushtim dhe punë të palodhur na ndihmojnë të arrijmë synimet tona. Falenderojmë edhe prindrit tanë që na mbështesin në çdo hap dhe na motivojnë për të dhënë më të mirën tonë. Kjo ditë nuk është thjesht një datë në kalendar për mua. Si sot 26 vite më parë e prisja me padurim këtë ditë. E dini pse? Sepse më thanë se të shkoja të takoja babain tim. U gëzova pa mas. Por nuk e dija që do të takoja për herë të fundit. Isha vetëm 4 vjeç, isha shumë e vogël. Sot e kuptoj më mirë se kur, se atë ditë babai im Hysén Rexhepi ra heroikisht në altarin e lirisë. Por emri dhe veprat e tij nuk u shuan asnjëherë. Ai u ringjall në kujtesën dhe zemrat tona jo vetëm për mua, por për gjithë Kosovën. Ndaj, le të vazhdojmë së bashku ta bëjmë shkollën e herojit të Kosovës Hysén Rexhepi një vatër të dijes, inovacionit dhe frymëzimit. Urim edhe njerë dita e shkollës. Sukses! Të nderuar të pranishëm, pas këtyre fjalimeve, vazhdojmë me pjesën artistike të programit. Programin e filloj me këngën korale. Këngën Pse jemi të ndarë të interpretuar nga kori i shkollës. Si në strugën
klasave të shtata. Recitali Mësimi në flak dhe dashuria për atë vejun. Recitojnë Rona Foniqe, Tuana Alia, Aria Golli, Tara Valdetaj dhe Erisa Gashi. Ishte koha kur shkolla nuk ishte më dritore, ku dërasat e zeza ishin mure të bardha. Mësuesit me libra të fshihura në podrume jepnin dritë në errësirën e një kohe të zjarrt. Ata flisnin për Kosovën me një zë të dridhur, por zemra u ndizej flak e gjallë. Nxënësit, fëmijë të një lirie të mohuar, mbanin lapsat si armë të shpirtit të bardhë. Në podrume, shtëpi dhe rënoja të sheta, mësimi s'ndalej. Shpresa nuk vdiste kur. Çdo fjalë ishte betim për të nesërmën. Çdo poezi ishte thirrje për lirinë e shumëpritur. Prindërit dhanë gjithçka që patën. Bukën e fundit për të mbajtur gjallë ëndrat, me lot në sy dhe zemër të rënuar. Ata i dërgonin fëmijët në rrugë të rrezikuara. Nanat thurin vallën me madh dhe me lutje. Baballarët heshnin për flisën me shikim. Ata ishin ushtarë të kësaj lufte, që në çdo sakrificë Kosova merrte frym. Sot çdo dëras e zezë tregon një histori. Çdo klas është tempull i një amaneti. Mësuesit, nxënësit dhe prindërit janë heronjtë tonë. Emrat e tyre janë rrënjët e lirisë sonë. Mësuesit dritë në errësirën e një kohe, me guxim dijen e shndruan në armë. Ata ranë në altarin e lirisë, që fëmijët tonë të mos mbesin pa shkollë. Kujtimet na rëndojnë, sigur në zemër. Emrat e tyre janë fjalë që kur s'do të harrohen. Ata ishin viktimat të një kohe mizore, por dhe heroj që historia do t'i ruajnë ndër shekuj. Nxënësit që s'arritën të hapnin fletoret, mësuesit që ranë në prag të derës së shkollës, prindërit që ndërruan një ditë të bardhë, sot janë yje që ndriçojnë në qiellin tonë lart. Nxënësit që s'din të qeshin me zë, jetimat e luftës me sy plot pikëllim. Çantat e tyre bën një thes zimbeje, ku ëndrat u shuan nga pluhuri dhe tymi. Mësuesit ranë me shkumës në dorë. Fjala fundit ishte liri, Kosovë. Në shkolla pa dritë, në podrume pa frym, ata mollën dije edhe në errësirë. Sot në tokën e lirë, ku lulëzon liria e dashuria, i kujtojmë dëshmorët, viktimat e luftës, nxënësit, mësuesit dhe prindërit, që gjaku i tyre është vetë liria. E sot pra, në liri, shkolla jonë kremton 40 vjetorin e saj me plot krenari. Lavdi Kosovës, tokës së lirë, lavdi dëshmorëve, nxënësve, mësuesve e gjithë që ranë heroikisht. Lavdi! Të nderuar të pranishëm, tani vazhdojmë me këngë korale. Kosovën,
Ndërsa tani vazhdojmë me recitalin Krenaria në Lokës, recitojnë Ermela Jonuazaj dhe Fiona Dakaj. Ndërsa po ashtu kemi në radhë edhe një lojë skenike të përgatitur nga nxënësit e klasave të 7-ta. Loja skenike imitime. Ftojmë nxënësit në skenë. Në burgje të errta kaluan jetën, të burgosur shumë djemë të rinj, me shumë gjak u itën tokën, që në sot tjetojmë liri. Përsa djemë të tu gjallë, mos ke frikë më në ndoke, gjithë Balkanin e bëj flakë, s'jalëm kujtas një plën toke. Ty me flakë mbi kullat tona, luftojnë trimat kundër armikut, rokën armët djemë sokola, për shkirimin e adheu. Herojt ton që derdhën gjakun, u bëngurën dhe me liris, në nësloke ja dhan fjallën, do të shlirojnë prej Serbis. Të patrembur sy shqipojnë, që s'njihnin policie ushtarë. Gjdo plumb toke të shlirojnë, flamuri me shqipojnë, i lirë të valojnë. E kërusur në na plak, tash o djalin e qojnë për dore, i pavdekshëm djali saj, tash qëndronë për mendore. Jam krenare, djal që t'pata, i thët djalit kjo në loke, nuk të dhimt ty as pak jeta, për lirin e kësaj toke. Gjaku juaj birë ka uitur, gjdo plënd kësaj toke, ky gjak na soli lirin e shumë pritur të kësaj Kosove. Pushoj qetrimi nënës, qofti letë dhe oj Kosovës,
brez pas brezi, do të kujtojnë nipat dhe mbesat e në lokës. Shikoni unë si duke, tani jam taman si babi im kur hipë në kamion. E ca ma shore, kamioni im ka përparsi. Vrum, vrum. Po prit, edhe unë gati. Ah, më liria, po kush është ajo që kishe një fusan të kuq në dos? U të shmenda, moj, si kur kishe shkuar në fest karnevalësh. Po prit, moj, kush po më thërret? Ti re aty në linë, mos u largo. Nga një për e mbesa të ri, në kohën tonë s'ka pas as telefon, as internet. Kishin vetëm një armë. Hajdeni, do ngojmë historinë e Kosovës tani? Përshëndetje miq, mirë se vini në kanalin tim. Sot do t'ju tregoj se si t'i lyeni buzët si një profesioniste. Po hajde me grua, shka u prish këtë herë? S'ka gjë që unë së ndreqin. Kjo kështu ndodhë sepse materiali së është kvalitet, jo që unë nuk di. Përshëndetje për të gjithë. Jemi këtu për të diskutuar rreth çfarë isha duke thënë? Po, një çështje të rëndësishme për të cilën ne nuk kemi asnjë informacion, por gjithsesi po flasim. Ne, si partia më madhe në vend, kemi një program vizionar. Brenda një viti, do të ndërtojmë një autostradë që lidhe direkt me qiellin. Po, autostrada e parë ajrore në rajon. Në teknologji inovative, na mundëson. Vetëm ne kemi menduar këtë. Ne do të heqim papunësinë, duke shpikur vendet të reja pune, si këshilltar për shiun, menaxheri verës apo dimrit, inspektori ëndrave e shumë pozitat e tjera. Nëse ne nuk fitojmë, do t'i shpallim zgjedhjet e pavlefshme, sepse ata nuk kanë kuptuar vizionin tonë. Edhe një politikan i shkolluar, kur s'ka që ka thot, fletë si një bujnë. Do të shohem e do të bëjmë. Ama, puna jonë që në ora, e juaja vetëm në televizion. Doktoresh, kam 3 ditë që s'më lirat kjo dhimbje. Ke bërë tërmen? S'kam pasur mundësi. S'ke tërmen, hajde muajnë tjetër. Doktoresh, përshëndetje. Kam ardhur posaçërisht nga Gjermania për t'i rregulluar dhëmbët. Mirë se vjen e motër, për ty nuk ka radhë. Unë këtu, do t'i rregulloj si është më së miri për ty. Po unë që kam dhimbje dhëmbe, ti, hajde kur të kesh pasaportën gjermane. Po ti, vreqja dollap, se mos e kthem prap në dy copa. Miq, dollapi tani duke si një katastrofë totale. Mos harroni të bëni subscribe për më shumë rumuj. More, në kohën e luftës kena pas as telefon, as internet. Një shkap edhe një gjysbuke na mjaftante. Moj, a e gjete se kush e kishte fusanin e kuq në das? Ishte e veçan për të tjerave. Hej popull, ju lutem votoni programin tim vizionar. Po të mos jem unë, ju s'do të sheh një programe televizive. Ara do pun, e jo fjal, lërini këto palavra. E ti një shka? Ma lini mua të rregulloj këtë muhabet. Unë jam mjeshtër për çdo gjë. Bile, edhe për të bërë humor. Djali i Liris, kështu titullohet recitali interpretuar nga nxënësit e klasave të 6-ta, Ajdin Bytyqi dhe Bora Abdullahu. I ftojmë në skenë. Kur malit i bjen hija, e toka akull ngri. Sytë e lodhura të një nëne, në mërë shojnë fotografi.
e muret e përflakura që pan ato që shihen, nxjerrin fjalë të pakta që shpirtin e kërryejnë. O birë, o birë, trimi kësaj toke. A hiq nuk po t'thim se t'nana jote? T'ma këshe thane edhe një fjallë, të mundja edhe një herë me të bëhet gjallë. Po jo, nuk flet fotografia, e prej malit bie në sy hija, e prej syve më bërim në zemësh. Dhimbja e nënës quhet Hysen, me krenari e thërat këtë emër. Ajo endet e endet dhe afrohet të kutia. Aty, ku me vjetë qëndrojnë të heshturat, rrobat e tia. I mesh, i preke i puth, pa të se ngjall asgjë e askush. O birë, po t'i shoteshat, uniformën tënde, do t'ja vishje djalin, do t'i shkom të shtatit, e a i do thoshte me plot krenari, unë jam i biri i të rënit për liri. Sa krenare jam, ku shojmë blimën, u qëkë, e vendi o birë as njëherë s'pësë. Uja të detë kur dole, kur nise rrugën e lirë, atë tash lam të mirë, se dia ti putha duart e sytë, për ty nana do të baj shkru me hi. E ti djali im trem, shikove mbrapa, unë nise për kushtrim. E unë, me sytë e një nënë e krenare, ta përcolla hapin deri kur s'të pash. Aty thash, Kosovë, qofti joti, djalin ty ta thash, baje në gji, se do të sjell lirin. Me smureve të heshtura, kurrinte fotografia. Në cepin e dhomës, unë bëdh dhe kutia. E syrin e nënës, e theu një vështrim. I tjepit vjetër, i mbuluar me qilim. I afrohet nëna, se shikon nga largë. I kujtohet si dikur, kur e këndonte ushtarin, Hysen. Nina, nana, ndjep të drunit, ti mu bëf shopla ku i ka tunit. Nina, nana, ndjep me fleta, rnaf shopiro sa tjet jeta. Nina, nana, shokën me vija, bashk me ty art liria, bashk me ty art liria. E liria erdi me trimat që Hyseni, që male luftuan në bore në shi. Në marsin e hershëm, kodrës i bie dielli, e fushat therasin emrin liri. Në çdo kënd të shtëpis, në muret plot vrak, në dyert e hapura, e uji që trëmben, therasin sot të malit emrin, Hysen. E era e malit, thryhen me duhi, thëret me të madhe fjallën, Ladi! Përgëzojmë nxënësit e klasave të gjashta për emocionet që na dhanë, ndërsa ne programin e vazhdojmë edhe me një poezi. Poezia Zëri i heshtur e recituar nga Hena Jahaj. Në zhurmën e ditës që s'mbaron, një grua flet, por zëri saj shtëron. Në vend të fjalës ngrihet heshtja dhe dhuna në nhije.
mbetet fshehja. Fjalët që plagosin, duar që shtrëngojnë, rëndojnë bisupe që botën mbajnë. Por shpirtin e saj s'mund t'a thyejnë, një zjarr i fshet që vazhdon të ndriçoj. Grua, je zëri që s'duhet të hesht në rësirën kur dikush të shkel. Liria jote është him që thërret, një botë më të mirë për ty që pret. Mos më mbyll derën, mos më përjashto, mos më gjyko pa më njohur në të vërtetë. Unë jam grua dhe dua të punoj, të ndërtoj botën me djersë për jetë. Pse duart e mia pas kanë më pak vlerë? Pse ëndrat e mia të shuhen në terë? Mos ma kufizo të drejtën e natyrshme, se çdo pengesë është veç dëm i rënd. Unë s'jam objekt, as loj për shaka, unë sjell jetë dhe shpresë çdo ditë. Në punë dua të jem e barabartë, e lirë, e denjë dhe me shpirt të ndritë. Kur heshtet zëri gruas për punën që i takon, kur përjashtohet nga radhët, nga paragjykimi që se ndalon, mos më shiko si dobësi, as si stoli të mirë, as si fe. Unë jam fuqi dhe dritë, që ndërton botën me shpresë të re. Pse duhet të jam më pak, dha shumë për këtë tokë? Pse të më vlerësosh për kohë dhe jo për punën që unë bëj sot? Unë jam më shumë se thashë theme, më shumë se gojë që fyen pa arsye. Kam aftësi, kam zell të pandalshëm, e dua të jem aty ku meritoj barazi. Falenderojmë nxënësit për interpretimin e tyre. Kurse tani në skenë, ftojmë grupin e vallëtarëve të shkollës me Vallën e Pavarësisë.
fëmijështarëve, vazhdoj me një poezi, recital dhe monolog. Poezia Pismo i zgore e rritësën Kanita Eminovic, recitalin të uroj e rritëstojnë Mirlinda Kreziu, Dua Hoxha, Suela Kelmendi, Ilsa Gonzati, Olta Previzaj dhe Dorontina Ademqaj. Po ashtu, monologu Jeta e interpretuar nga Klea Lipovic. Pismo i zgore. Imam mnogo toga da ti pišem, a imam samo narama kreći. Staru majku što se raduje, oca što u porazu likuje. Imam mnogo toga da ti kažem, a imam samo nemušt jezik. Koritnik što se neprestano duri, šaru što se nepristojno udvara, kravu što svake noći zaboravi rodnu kuću. Imam mnogo toga da ti pričam, a imam samo naramak snage i kuću što se godinama sprema da bude moj grob. Pikë së pari, të uroj shëndet, të duan të gjithë, por nëse kjo nuk ndodh, tregohu i shkatët për të harruar. Pasi të kesh harruar, uroj të mos pendohesh, të mos zhytesh në dëshpërim, të kesh miq të guximshëm dhe të vërtet. Uroj të jesh i dobishëm, por jo i pazaventshëm, dhe në momentet e tua më të këqija, kur të mos kesh asgjë. Uroj të jesh tolerant me ata që bëjnë gabime të mëdha, të cilat nuk mund të zhbëhen. Përdore mirë tolerancën tënde që të bësh shembull për të tjerët. Dhe tash që je në moshën e tretë, mos këmbgul të jesh sërish i vogël. Tani që ke vitet, mos u dëshpëro, sepse çdo moshë ka kënaqësitë dhe dhimbjet e veta. Gjithashtu uroj të jesh i mërzitur, të paktën një ditë. Atë ditë do të kuptosh se të qeshësh do ditë është mirë. Po pra, është mirë. Të qeshësh pesh është e mërzitshme dhe të qeshësh vazhdimisht është shmenduri. Uroj të përkthelesh një qen, të ushesh një zog e të dëgjosh sërimën e tij, që dëgjohet në mënyrë triumfuese çdo mëngjes, sepse në këtë mënyrë besoj që do të ndihesh më mirë. Dhe pastaj uroj të jetësh një farë, sa do e vogël qoftë ajo, të jesh dëshmitar i rritjes së saj. Të uroj gjithashtu të kesh para, të kesh shumë para e të thuash, këto janë të mijat. Uroj që asnjë nga të dashurit e tu të mos i humbësh. Nëse disa prej tyre ikin për gjithmonë, qaj pa pendes, pa u ndjerë në faj, për fjalët që kur nuk u a the, apo gjërat që kur nuk i ke bërë për ta. Nëse të ndodhin të gjitha këto, atëherë nuk të urojmë asgjë. Më tepër se kaq, mësuesi ynë. Jeta është profesion që duhet mësuar. Ajo është fiksi një piano. Në njërën anë, kemi butonat e bardhë që tregojnë momentet më të lumtura. E në anën tjetër, kemi butonat e zi që tregojnë momentet më trishta. Po këto dyja luajnë bashkë, normalisht që të krijohet ai tingulli i ëmbël që ne e njohim si jetë. Jeta në fakt është shumë interesante, ndonjëherë tingëllon edhe pa drejtë. Ata të parët që thonë ke besim tek unë, janë po ashtu të parët që ta ngullin thikën pas shpine. Po kjo është jeta. Ajo duket si një monedhë. Në njërën anë qëndron e bukura, e mira dhe drita. Në anën tjetër qëndron e keqja, mërzia dhe errësira. Po një gjë është shumë e rëndësishme që ta dish. Ti kur mos i lëndo ata që duhen më shumë te. Sa ata nuk do të hakmerren, nuk dinë se, thjesht do të largohen për gjithmonë. Jeta në fakt, kjo është. Ajo na mëson shumë çka, ndoshta edhe gjëra që nuk duam t'i dim. Ajo na mëson se njerëzit në përgjithësi flasin brapa shpinës tënde për 3 arsye. E para, sepse nuk janë nivelin tënd. E dyta, sepse nuk kanë diçka që ti e ke. Dhe e treta,
se duan t'ju kopjojnë, po nuk ja dojnë dot. Jeta në fakt në mëson edhe se nëse dun, je shumë i Zotit, se nuk është e lehtë në gjithë. Po nëse t'u rejnë, atëherë le që i Zotit, po je më i miri. Këta në mëson jeta. Ajo në thot se guximi është gjaja e vetme që e kërkon, këmbim gjas më shtrejt që ne e njohim si qenje. Paqes. E po shumë tjerë thonë hajtë se vesh një jetë kemë. Është e vërtet që e kemi vesh një jetë. Po nëse ne dim ta jetojmë atë jetë vetë më ashtu si që duhet, atëherë edhe një mjafton. Të nderuar të pranishëm, me një vallë me motive popullore turke dhe me një vallë me motive popullore shqipe, të interpretuar nga grupi vallëtarëve të shkollës, ne po përmbyllim programin tonë. Besoj si një ndarë të kënaqur me programin tonë, andaj ju falenderoj edhe një herë për pjesëmarrje dhe mirupafshim në manifestime të tjera.